Pas shumë luftrashe e persekutimesh ndër shekuj, Dugagjini ka marrë titullin deri i kombit nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Në ceremoninë e zhvilluar në presidencë, kreu i shtetit dha titullin deri i kombit për deputetin e parë opozitar Kol Prela, i cili u pushkatua nga regjimi monist. Poeti Frederik Reshpja u nderua me titullin mjeshtër i madh pas vdekjes. Zona e Dugagjinit ka një histori të ndritur, luftrash edhe përpjekjesh titanike për liri edhe për mbrojtje të territoreve nga pushtues të ndryshëm. T'i adresojmë një nderim të veçantë në shenjë kujtimi e mosharrese, por edhe vlerësimi profesor Kol Prelajt. T'i njohim nderin që i takon, duke vendosur edhe atë në pjedestalin e nderit të kombit shqiptar. Për artistin dhe krijuesin me shpirt pa epur, Frederik Reshpja, nuk bëjmë gjë tjetër vetëse e vendosim atë në pjedestalin e merituar që i takon. Presidenti i Republikës i jep zonës së Dugagjinit dekoratën nderi i kombit. Drejtues dhe përfaqësues shoqatës atletare Dugagjini, shoqatë promotore e propozimeve për këto tituj, falenderuan presidentin Nishani për nderimin. Kjo dekorat që presidenti i Republikës i jep profesor Kol Prelës është një memorial mbi eshtrat e profesorit i cili akoma ende të pavarur. Kjo dekorat është një mesazh për deputetët e parlamentit shqiptar, ta duan Shqipërinë, ta duan demokracinë, siç e deshi Kol Prela, se vetëm kështu do të realizohet aspirata evropiane e Shqipërisë. Bërë mes miri detyrën që do ta kishin bërë vite më parë paraardhësit tuaj. Zoti President, ju falenderoj sinqerisht në emrin tim personal si poete, por mas shumë në emrin e një familjeje tamshume në Shqipëri, një familje profetsh në fakt që është familja e poetëve shqiptar, ku Frederik Reshpja ka dhe do ketë gjithmonë një vend të posaçëm. Është nderi privilegj që në cilësinë e kryetarit shoqatë atletare Dugagjini, marr sot për ju dekoratën lartë nderi i kombit për Dugagjinin. Me këtë rast në emër shoqatës dhe besoj gjithë dugagjinëve ku do ndodhen, ju falenderoj për vlerësimin e lartë për nderin e veçantë që na bët. Nderi mirënjohje për ju dhe punën tuaj. Pas ceremonisë nuk munguan këngët tradicionale Dugagjinit, ndërsa në fund Nishani u zhvesh nga kostumi presidencial, duke kërkuar që kryesisht brezat e rinj të mos ndikohen nga paragjykimet, stereotipet apo etiketimet që kanë ardhur nga një politike mbrapsht e gjithë këtyre viteve, duke vlerësuar kështu Dugagjinasit për kontributet, por edhe bukuritë natyrore të Alpeve.